Shkrimtarja Mimoza Ahmeti ka ditur gjithmonë të tërheqë vëmendjen sa herë që ka qenë në studio televizive ose debate. Kjo për të vetmen arsye, sepse Moza është e drejtë për drejtë. Ajo thot atë që mendon, fiks siç e mendon. Shpesh në ekrane, shumë personazhe i filtrojnë shumë mendimet e tyre dhe duken si të pavërtet, por Mimoza Ahmeti është krejt e kundërta. Ajo flet pa problem për jetën, dashurinë dhe çdo pyetje tjetër që për figurat të tjera televizive mund të jenë tabu. Moza nuk e ka patur as pak problem të thotë se ajo është në një lidhje me një djalë që është 25 vite më i ri se ajo. Fillimisht u çudita se çfarë mund të pëlqente tek mua një djalë shumë më i ri. U shpreh shkrimtarja. Ai ishte shumë simpatik, por pas 2 vitesh bashkëjetesë te shtëpia ime, ai më tha se vuante nga një sëmundje e pashërueshme. Tani, mua më vjen keq ta braktis, se nuk ka se kush kujdeset për të, e kështu, tashmë për të po kujdesem unë. Shkrimtarja është mamaja e një vajze dhe më herët ka qenë e martuar me historianin dhe publicistin e njohur Aurel Plasari. Pas disa vitesh martesë, çifti i dhan fund duke shkuar drejt divorcit. Por për një arsye krejt të veçantë, çifti u bë bashk pas plot 20 vitesh. Teksa Moza po prezantonte librin e saj tutori, ku në qendër të librit është një grua që është mes dy dashurive, atë të bashkëshortit dhe të dashurit. Pikërisht, parathënien e librit të Mozës e ka shkruar ish bashkëshorti i saj, Aurel Plasari. Në promovimin e librit, Moza tha se ne jemi ndarë në mirë kuptim të plot dhe mbajmë komunikim shumë të mirë. Madje, ish bashkëshorti im ka shkruar dhe parathënien e librit. Secili prej nesh ka jetën e tij, edhe pse nuk ka dashuri mes nesh. Respektin për njëri tjetrin vijojmë ta kemi prej vitesh.